Oh. Qa është kjo, mo? Qa është kjo, re? Është hera parë që shikoj një lloj strukture në mes rrugës. Unë se di kush e ka bërë kjo. Mirë dite, jam këtu, pra është hera parë që shikoj një monument kaq të bukur në kjo është Paskuqa, afër Babrus. Kjo është një lloj shtylle, është një tip rrethi që është në mes rrugës. Është shumë e çuditshme, unë jam kurioz se kush është ai arkitekt që pas ka ndërtuar këtë bukur. Unë mendoj që të jetë një arkitekt nga Franca, që është si kulla Eifelit. Po është mes rrugës, po ta kapësh, ka çik lart. Unë dua një koment nga ju, pse si ka mundësi kjo lloj arkitekt kaq i bukur këtu në Shqipëri? Me jepni një shpjegim ke komenti. Për piacere, nga lezet, monumenti më i bukur që ka parë një time, kjo është. Respekte për arkitektin.